Ura vjetër e Bunës është kthyer në vendin më të frekuentuar për peshkatarët që gjuajnë me kallam. Më shumë se sa një mënyrë për të siguruar jetesën, është një sport të cilin ata e kanë pasion që fëmijë. Kjo relike është lënë harres nga organet shtetërore, por jo nga qytetarët shkodran, të apasionuar pas peshkimit. Një nga peshkatarët që thuaj se gjithë jetën e tij e ka kaluar buzëliçenit duke peshkuar me kallam, thotë se gjuetine ka pasion të hershëm që në vogli dhe se nuk do ta braktisë asnjëherë. Ai tregon se është që në orët e para të mëngjesit duke peshkuar dhe ka zënë vetëm disa peshq të vegjël. Kjo sipas tij vjen nga gjuetia paligjshme. Ka 2 vite që nuk kam zënë peshk të mall, shprehet ai. Për ditë më pa punë, pa kur gjë më rrimi ju. E keni me pasion këtë sport? Boll për shkak. Allah kallam kam shtëpi, me një dalkot. Se shko peshk me pas peshk. Ja rreshtojm kallamot seri. S'kena ku më shkojmë këtu. Dieta e punë. Sa kohë ka që je këtu? Gjojë kam dalë shish në shtatë. Rrigan, vëdi, unë shpinë vëdi. Sharmak bëgjë. Ta në jetë e ka pas, i kina thonë peshku të largoju. Tash nuk ka kogrën. Se dimi atjera, po thjesht. Pa dalim me kalu me 2-3 orë pa punë, pa kur gjë. Shkortat vogla të zehen vetëm. Si të mos i ka 2-3 vitet e punit ka marru krejt. Cila është arsyeja po? Arsyeja e paligjshme dihet gjeneratorit të gjanat. Të janë marrinat si myshin peshkun. E kanë zhduk qysh në brejon. I këtur jatë zënë krapi pa fol. Nuk duket kokra kum. Ura vjetër e Bunës ka mbetur funksionale vetëm për peshkatarët dhe janë ata të cilët nuk do ta braktisin asnjëherë atë, fal pasionit dhe dëshirës që kanë për peshkimin.